Përshëndetje, mirë se erdhe në Close Friends. Përshëndetje, mirë se Alti Lekaj, i besuar i Lulzim Bashës për koalicionin Euro-Atlantik. Do bësh deputet? Sa e mundur është se jetë listat e hapura? Në listat e hapura jam një nga të besuarit e Zotit Basha, një nga 14 besuarit në qarkun e Elbasanit dhe 140 besuarit e tij në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Jam në listën e hapur, ashtu si që jemi të gjithë 140 kandidatët për deputet. I garojmë kokë lartë për të votë besuar, duke kërkuar çdo ditë një mundësi për të shërbyer. Unë konkretisht po kërkoj në Elbasan këtë gjë, në qarkun e Elbasanit. Se je djalë Elbasani. Gëzuar dhe unë të auroj që në 12 maj të jesh deputeti Elbasanit. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Faleminderit për ftesën, mirë se gjeta. Mirë se erdhe. Tani ta fillojmë direkt nga matematika, me qenë se ti je një inxhinier në profesion, inxhinier i telekomunikacionit. 313 herë 313, sa bëjnë? Me shumë mundësi bëjnë një të ardhme që nuk do jetë për shqiptarët. 313 herë 313 është alternativa e Partisë Socialiste në pushtet dhe numrit 1 në fletë në votimit. Ne nuk do ta lejojmë këtë gjë. 313 e 313 është i gjithë administrata e korruptuar që po tenton të marrë një mandat të katërt, të cilin ne nuk mund ta lejojmë dot as në Elbasan dhe as në gjithë Shqipërinë. Po garojmë në listën e hapur për të kërkuar një mundësi që të shërbejmë, për të mbështetur SPAK-un dhe të gjithë institucionet e drejtësisë, që 313 e 313 mos bëhet kurrë realitet. Po është bërë si gallat kjo puna e kësaj fushate. Duket më shumë madje si gallat se sa si fushat në vetvete. Rame ku i ke shokët, bufi kënetës, lloj epitetesh. Nga këto poezi që kanë dalë së fundi në qarkullim dhe që janë bërë edhe pjesë e fushatës, cilat të pëlqen më shumë, që ti e gomar, kjo është diçka që duket nga Mimoza Ahmeti, apo përshpërima e bufit? Një poezi që ka publikuar në rrjetet e tij sociale strategu i Berishës. Mendoj që Mimoza Ahmeti, duke pasur një njohje të hershme me kryeministin aktual, ka ditur çfarë ka thënë atëherë, di çfarë thotë edhe sot. Po dhe vetë Edi Rama ka thënë që unë nëse do e krahasoja vetëm me një kafsh, do isha ai gomari, sepse jam ai që i çoj punën deri në fund dhe i çoj porositë të gjithëve, i çoj deri në fund. Dhe i ka çuar porositë të gjithëve, i ka kryer punët e gjithëve, sidomos të shokëve të tij, për cilët ai nuk përgjigjet se ku i ka sot. Është për fat keq, është për të ardhur keq, nuk është fare shaka, që ky është një realitet i hidhur. Edi Rama me gjithë kolegët e tij dhe ish kolegët e tij, ato pak që i kanë ngelur jashtë burgut tashmë, vazhdon dhe kërkon në mënyrë qeverisare pas një program, një mandat të katërt qytetarëve shqiptar. Po si thua, sa e mundur është ta fitoj, ose sa e pamundur është të mos e fitoj? E bëra pyetjen kështu sepse shumë njerëz mendojnë që ai do fitoj sërish. Patjetër, është shumë e lehtë. Faleminderit që më pyet për këtë. Zgjedhja e shqiptarëve është e lehtë, do votojmë për familjen e tyre, për një drejtësi të munguar, ose për 313-ën e mbushur plot me shokët e kryeministrit. Me shokët e kryeministrit. Ne e dim ku i ka shokët e ai. Të 313. Të 313. Po Lulzim Basha ka folur edhe për shoqet së fundi. Patjetër. Për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për valltaret e shumta të kryeministrit, për ato që ekspozojnë veshje të shtrenjta, duke premtuar rritje pensionesh, për ato që ekspozojnë një lifestyle të egzageruar, duke premtuar rritje të subvencioneve, për ata që po bëjnë çmos të vishen me imunitet, pikërisht për t'i shpëtuar drejtësisë. Ato janë valltaret. Tani, ti je në rivalitet në Elbasan me Bora Muzhaqin. Bora Muzhaqin. Që njihet për, si thua, për ato lapsuset e saj, apo jo? Po. Ajo është në listat të mbyllura, që do të thotë që e ka të sigurt që do bëhet deputete. Ndihesh ndo pak xheloz që një personazh i tillë do jetë sigurt që do jetë në kuvent. Absolutisht nuk kam asnjë xhelozi ndaj
fenomenit Muzhaqi në Elbasan, ose shumë fenomeneve tjera që janë në Elbasan, dhe në gjithë Republikën e Shqipërisë, ato janë aty për t'i shpërtuar drejtësisë. Ne jemi këtu për të vënë në vend një drejtësi të munguar për familjet tona dhe për qytetarët e qarkut të Elbasanit. Po, rival tjetër ke edhe një tenor që ishte pjesë e Big Brother edhe ka më shumë fansa. Po. Po, që është kandidon për Partinë Demokratike, për Sali Berishën. Dhe tenorin fjalë, ish banori Big Brotherit, është një njeri kuotuar, është një njeri që ka shikueshmërinë e tij, ka ndjekësit e tij dhe për fat keq votat e tij do shkojnë për të nxjerrë deputet Edmond Haxhinaston, një nga eksponentët e LSI-s, i cili është strehuar në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. Nuk do vlej asgjë nga shikueshmëria, nga ndjekësit e tenorit në fjalë. Ai me vetdi e ka hyrë në listë hapur për të nxjerrë deputet Edmond Haxhinaston e LSI-s. Domethënë Arnaldo Llogjeri e ka të humbur këtë betejë. E ka të fituar betejën atë për të nxjerrë deputet një ish ministër të LSI-s. Kjo është betejë e gjithë demokratëve në Elbasan. Domethënë ato e kanë bërë me strategji këtë gjë. Primaret u injoruan, demokratët, zgjedhësit, antarët e Partisë Demokratike u poshtëruan dhe sot janë të detyruar të nxjerrin deputet ish ministrat të LSI-s në Elbasan dhe në gjithë Shqipërinë. Çfarë do dojë të ndryshoje në vizionin që ka Lulzim Basha për këtë koalicion? Ti si Aldi Lekaj. Po, do doja na tregonte ne kandidatëve tjerë që e ndjekim, na tregonte sekretin e energjisë së tij, e pozitivitetit të tij, e mirësisë së tij, nuk na ka treguar deri tani, është shembull për gjithë ne, po udhëheq fushatën, po mbart aksionin politik anë mban Shqipërisë me një frymë të jashtëzakonshme, me një energji të pashtershme, do dohet na tregonte edhe ne sekretin e kësaj energjie. S'o ka treguar sekretin? Akoma jo. Eduard Ndocaj, që njihet si kaubojsi, beson 1000% që Lulzim Basha në datën 12 maj do jetë kryeministri i këtij vendi. Po ju besoni? Besoj që kjo Shqipëri, ky vend, qarku i Elbasanit, ka nevojë për një ndryshim rrënjësor. Ne jemi këtu që t'i ofrojmë. Qytetarët shqiptar, votuesit shqiptar e kanë të qartë që duhet votojnë për familjen e tyre. Do t'i japin një shans numrit 4, koalicionit euroatlantik, dhe në datë 11 maj duhet shkojnë masivisht dhe me guxim të refuzojnë zgjedhjet poshtëruese të numrit 5 dhe numrit 1, do të votojnë në numrin 4, koalicioni euroatlantik dhe Lulzim Bashën për kryeministër. Beson tek numerologjia? Besoj. Çfarë kuptimi ka në numerologji numri 4? Unë e di që është një numër që për këtë nuk jam sigur. Si je i sigurt? Jo, s'ke marrë informacion. Jo, nuk kam marrë informacion. Është një numër që domethënë ka të mbrojtjen brenda vetes, në kuptimin që është një numër fatësjellës. Si mendon deri tani, domethënë në këtë rrugëtim që ka bërë Lulzim Basha, kur ka qenë pika e tij më e lartë dhe pika e tij më e ulët në politikë? Në politikë, në gjithë ecurinë e tij në politikë, Lulzim Basha po përjeton sot mbështetjen e tij masive, spektakolare, me antar dhe qëndrestar të demokratëve të vërtet, demokratët e koalicionit euroatlantik. Është sot i përkrahur, i rrethuar dhe i mbështetur nga qindra dhe mijëra qëndrestar që kërkojnë ndryshim dhe shikojnë në sy të vërtetën mundësinë e vetme për rotacion. Besoj deri në 11 maj ne do shikojmë, do kemi surpriza. Me në krye Lulzim Bashën, do shkojmë drejt një fitore të sigurt, mendoj. Unë uroj gëzuar. S'dua të largohem edhe pak nga kjo fushata, sepse është bërë shumë e madhe kjo ideja që Noizi, reperi Noizi, ka shkuar në Dibër, në vendlinën e tij me një Lamborghini. Tani për ty, cila është më e shtrenjtë, një Lamborghini apo një $6 milion me të cilin thuhet se Berisha po
ka lobuar me SBA-n për të fituar këtë zgjedhje. Kjo është tashmë e faktuar tani. $6 milion, unë mendoj që është vetëm ajo iceberg për të treguar se sa dëshpërim ka në Partinë Demokratike dhe në Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Ku përfshi dhe LSI-ja, duhet ta themi këtë gjë. Mendoj se $6 milion janë fillimi i një afere korruptive, si shumë afere tjera të dokumentuara tashmë, një tentativë dëshpëruar për të zhdukur termin non grata por korrupsion madhor, minim të sistemi demokracisë. Kjo gjë nuk mendoj se do jetë mundur. Për të përgjigjur pyetjes tuaj funditës, $6 milion për një lobim me një firmë sekretar përgjithshëm, duke premtuar çdo ditë një pension minimal për €200, është hipokrizia më e madhe që po ndodh këtë ditë dhe mund të ndodhë shqiptarëve dhe zgjedhësve shqiptar. Po, Sali Berisha pretendon që do i fitojë këtë zgjedhje, sepse ka marrë me vete edhe strategun që ka bërë fushatën e Donald Trumpit, apo jo? Sa e mundur është që ti fitoj? Apo është të gjitha një utopi e madhe që po i çakordon paksa shqiptarët më shumë se sa? Për të ruajtur partinë e zotit Berisha dhe trashëgiminë e tij politike, janë seriuar histori nga më të ndryshmet. Përfshirë dhe strategun ose kryestrategun në fjalë. Këto janë fluska sapuni, mendoj unë, që vinë dhe janë fryrë nga dëshpërimi dhe misioni i hershëm tashmë për të shkatëruar të djathtë. Kjo nuk mund të ndodhë. Demokratët e vërtetë dinë se çfarë po ndodh. Demokratët e vërtetë nuk do shkojnë në zgjedhje për të votuar ministrat e korruptuar dhe të LSI-së dhe për nxjerrë Ilir Metën nga burgu. Do shkojnë në zgjedhje për një ndryshim të vërtetë, do shkojnë në zgjedhje për taksa më të ulta, për një program real për familjen e tyre, do shkojnë në zgjedhje për një drejtësi të munguar. Unë di që ti ke jetuar 10 vite në Norvegji. Si mund ta lësh Norvegjinë, që dihet e thonë gjithë që është vendi më i mirë për të jetuar dhe të vish në këtë Shqipërinë që ka gjithë këto probleme? Pse? Në 2021-shin u ktheva. Në mars u bashkova fushatës zotit Basha në qarkun e Elbasanit dhe u frymëzova pa të gjitha arsyet e mundshme për të luftuar për këtë ndryshim. I vajtëm shumë afër ndryshimit pavarësisht masakrës elektorale që ndodhin në 2021-shin dhe që atëherë vendosa të mos largohem më pa provuar të bëj çmos që ky vend të ndryshojë. Në jetë erdhi me bi dhe unë nuk mund të largohesha dot më. Dhe vendosëm të rrim këtu, të bëjmë çmos, të luftojmë për këtë vend, tashmë edhe për vendin e Mavrës. Je 10 vjet, fiks 10 vjet më i ri se Lulzim Basha. Ku e sheh veten ti pas 10 vitesh në moshën që ka Lulzim Basha sot? Me shpresë e shikoj veten tim duke shërbyer këtij komuniteti, këtij vendi, të ardhmes fëmijëve të mi. Nëse nuk bëhesh deputet me këtë zgjedhje, do e vazhdosh politikën? Totalisht. Apo do të rriqesh, siç kemi parë disa emra që janë tërhequr rrugës? Totalisht po, unë dhe kandidatët e tjerë të Koalicionit Euroatlantik nuk jemi duke kërkuar një vend pune, jemi duke kërkuar një mundësi për të shërbyer. Nëse jemi të privilegjuar dhe na jepet kjo mundësi datë 11 maj, do vazhdojmë të shërbejmë në Parlamentin e Shqipërisë. Nëse jo, do vazhdojmë të shërbejmë në fushat tona të ekspertizës me një qëllim për ta bërë më të mirë këtë vend të fëmijëve tanë. Cili është vizioni yt për ta bërë këtë vend më të mirë? Një vend me një Shqipëri me taksa më të ulta, një Shqipëri me infrastrukturë dhe shërbime të pamunguara, një Shqipëri e drejtë, një Shqipëri e lumtur. A arrihet lumturia thua? Totalisht. Totalisht. Unë e besoj këtë, prandaj kam zgjedhur të rri këtu. Po Lulzim Basha çka ka pëlqyer te ty kur jeni takuar për herë të parë? Domethënë, kur vendosi që të rrishte aty në partinë e tij, në rrethin e tij, themi. Mendoj të qenurit të drejtë për drejtë, mendoj të qenurit i prirur për më shumë aksion se sa për më shumë teori. Mendoj që po, duhet pyesim atë, megjithatë kam një perceptim që është prirja drejt aksionit, mendoj që është e vërteta dhe vendosmëria. Ne jemi në luftë, kemi qenë në luftë gjatë gjithë kohës, me kohën, me të vërtetën, me drejtësinë.
edhe me drejtësinë. Po nga ana tjetër, se duket sikur gjithmonë ato kampet ndahen, e majta e djathta, tani janë bërë 3, kryesore dhe ato partitë e vogla, se është edhe Berisha që është më vete. A ke ti disa emra që i pëlqen që të inspirojnë nga e majta e Partisë Socialiste, Partia Socialiste? Në kushtet kur janë në fushat, duke mburrur dështimet e kësaj qeverie, deri në këtë moment mua nuk më bin njëri për ta admiruar. Përsa kohë janë në fushat, duke mbrojtur njëri tjetrin, duke tentuar të veshin me imunitet kolegët e tyre që t'i shpëtojnë drejtësisë, më vjen keq, për nuk kam respekt dhe admirim për asnjë nga ata. Për asnjë? Për asnjë nga ata. Po Edi Rama si të duket? Të duket ndopak lider europian, sepse ai në këtë zgjedhje ka kartën e suksesit të tij, konsideron faktin që i është afruar më shumë se kurrë Bashkimit Evropian, madje do na pajisë edhe me pasaporta europiane. Të duket realisht, domethënë dua të shkëputesh nga këto pasionet politike. Patjetër. Mund ta përshkruash unë sot udhtoj si pa lider? viza në vendet e Schengenit. Po. Udhtoj lirisht pa kufizime. Kam qenë në qendër të Europës, këtu kam lindur, këtu ka qenë Shqipëria. Dhe Edi Rama për fat keq prej shumë vitesh tashmë, dhe ky është fatkeqësia jonë, nuk e shikoj si një lider europian, e shikoj si kryetarin e një çete të mirë organizuar, që për fat keq ka shumë kohë që qeverisë, të faktuar tashmë, edhe zgjedhjet si janë marrë, me emra konkret po desha të them, e shikoj si liderin e pa diskutueshëm të një sekti të korruptuar. Kjo është jashtë çdo pasioni politik. Bazuar këtë në çdo ditë, në gjithë fenomenet që po ndodhin në Shqipëri, jam i pakënaqur, jam i palumtur, kam një punë shumë të mirë dhe nuk jam i lumtur, më mungojnë shërbime thelbësore dhe më mungojnë prej 12 vitesh tashmë. Jeta jote nuk fillon tani, ka filluar më përpara. Ke kaluar ti si të thuash situata aq të vështira sa e ke provuar veten se sa i fort je për të përballuar vështirësitë në politikën shqiptare. Domethënë, e ke provuar veten në këtë situata më parë? Po, unë jam aktivizuar që herë në Partinë Demokratike, që në 2005. Kam qenë antar, kryetar i grup seksioneve, kam qenë koordinator politik, kam qenë drejtues shtabi i fushatave të vogla lokale dhe kombëtare. Kam punuar në selinë qendrore të Partisë Demokratike në 2021 pranë Zotit Basha, në fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme. Mendoj se kam një eksperiencë të qëndësishme kur vete puna tek konfliktet politike ose tek lufta tek verbi politik. Mendoj që kam një farë eksperiencë këtë. Mendoj që duhet t'i rri larg këtij verbi konfliktual në politikë. Mendoj se kemi nevojë për më shumë punë dhe njerëz që punojnë, njerëz që shërbejnë. Ne po kërkojmë një mandat për të shërbyer. Dhe kjo është kryefjala e çdo dite kur ne takojmë njerëzit, kur bëjmë biseda të sinqerta dhe kur kemi shtrëngime duarsh që kërkojnë zgjidhje. Nisu nga kjo fushata, se ti je i brendshëm. Si nisi kjo historia e diseve të Lulzim Bashës me Edi Ramën? E bëri Lulzim Basha videon e parë? Që i tha ku i ke shokët? E kërkoi Edi Rama. E kërkoi Edi Rama në një moment caktuar, e kërkoi, pyeti ku je, i tha. Po, edhe? Bashës. Edhe? Dhe ju përgjigj. Po, eci mirë në fakt. Dhe se po ta eci shumë mendosh. mirë, eci shumë mirë sepse po thuaj një e vërtetë e madhe, një e vërtetë sublime. Po edhe nga ana e audiencës, apo jo? Edhe nga ana e audiencës dhe shikueshmëria u rrit patjetër, ai refuzon të përgjigjë edhe sot pyetjes se ku i ka shokët. Është një pyetje retorike totalisht, ne dimë se ku i ka shokët. Normal. Është një pyetje qesharake, të cilës ai struket çdo ditë me tallavan, me Lamborghini, me çdo gjë që e quajnë të nevojshme. Mirë, se dua të kaloj pak tek jeta jote që të njohim pak më shumë. Ti çfarë muzike pëlqen? Unë dëgjoj shumë. Lulzim Basha pëlqen Katilin apo e përdor kështu për fushat? Unë dëgjoj shumë muzikë elektronike, progressive trance, dëgjoj shumë. Më pëlqen shumë dhe rock, baladet e vjetra, mesazhet e tyre, poezit në këto balada, i dëgjoj shpesh ato.
Mos ke qenë dhe ti DJ si Lulzim Basha? Jo, nuk kam qenë. Jo. Po se pëlqen muzikën elektronike. Po, çfarë do veçoj një poezi, domethënë që si të thuash e dëgjon me ëndje bashkë me tingullin. Një poezi në këngë. Kjo është... Mund të jetë edhe një këngë dashurie, që të fus në atë botën e kujtimeve të bukura. Ku di unë? Një poezi, unë kam lindur dhe në Elbasan dhe jam rritur duke shkuar shpesh në bibliotekë në qytet. Gjyshja ime punonte në bibliotekë dhe na merrte shpesh në bibliotekë. Dhe kam lexuar shumë bashkë me motrat e mia, kemi qenë shpesh në bibliotekë duke i ndarë komësite e artistëve të ndryshëm vit pas viti. Një vit lexonim rusët, një vit lexonim anglezët, një vit lexonim amerikanët, shqiptarët patjetër, padyshim. Kam lexuar jashtë mase. Preferoj Hugon, shumë e kam qef. Preferoj Victor Hugo, po. Preferoj shkrimtarët që kanë një mesazh rebelimin të. Paulo Coelho më pëlqen shumë. Thënia e tij që botën e ndryshojmë me anë të veprimeve dhe jo me anë të opinionit është motoja ime. Shumë e bukur. Më thonë, je një tip i lexuar. Them se kam lexuar pak, po. Po, mendon që të qenit i lexuar do të ndihmojë në politik, apo në politik duhet të jesh sa më sharlatan që t'ja dalësh? Se ta bëra pyetjen pa filtra fare. Patjetër, faleminderit. Mendoj që në parlament, për të punuar mirë si deputet, duhet të jesh një shërbyes i mirë, duhet të jesh një bashkëpunëtor i mirë i komunitetit që të ka zgjedhur. Thënë këtë, duhet të jemi të lexuar, duhet të jemi të drejtë për drejtë, duhet të jemi të vërtetë. Nuk ka më vend për sharlatan në Parlamentin e Shqipërisë. Ne po bëjmë çmos të ndryshojmë fytyrën e këtij parlamenti, të ndryshojmë, të ngrejmë nivelin e deputetëve në Parlamentin e Shqipërisë, të japim këtij vendi parlamentin me dinjitet që meriton. Po ato 10 vitet e tua në Norvegji si ishin? Pak a shumë. Ishin ato vitet e tua më të bukura të jetës se ke qenë edhe në kulmin e rinisë? Po. Kanë qenë vite intensive, me shumë punë, me shumë udhëtime. Unë kam udhëtuar shumë për shkak të punës. Vija shpesh në Shqipëri, takoj familjen time, unë vetëm nënën kam. Ka qenë vite ku kam mësuar shumë. Kam mësuar shumë se çdo thot një shtet, një vend që të jep shërbimet mbrapsh. Pa, se këtë do pyesja. Çfarë mund të kesh kopjuar nga jeta atje për ta implementuar këtu? Shërbimet e munguara këtu në Shqipëri janë të pranishme kudo. Në Norvegji kam patur mall për familjen dhe asnjë problem tjetër. Vetëm mall për familjen, po. Po pse shkove në Norvegji? Se nuk ma the? Për të ndjekur një path të ri të karrierës, pata një ftesë nga një kompani norvegjeze të bëja të njëjtën punë që bëja këtu, inxhinier telekomunikacioni. E mora, e zgjodha, vajta. Në një moment caktuar pastaj u ktheva prapë. U ktheve. Gëzuar që të bëjmë shkëputje të intervistës dhe të kalojmë në një pjesë tjetër, atë pjesën më të bukur të njeriut. Them unë, se edhe mund mos jetë tek dashuria. Po. Është më mirë të hysh në politik si i martuar, apo si beqar dhe të martohesh rrugës, apo si i martuar dhe edhe mund të ndahesh rrugës? Në politik, mendoj që rruga më e mirë për të hyrë është të hysh i qetë, i fokusuar totalisht te puna, për të shërbyer komunitetit. Po statusi është i rëndësishëm, se ne e dim që shumë politikanë përpiqen që të kenë një figurë sa më të pastër, edhe një status familjar. Po shumë më mirë kur kjo të vjen natyrshme kjo apo jo? Është shumë mirë kur kjo figurë e pastër, e papërlyer, e pafolur të vjen natyrshëm. Unë po kandidoj për deputet si biri një nëne, vllai 2 motrave, bashkëshort dhe babai një vajze pothuajse 3 vjeçare. 3 vjeçare që quhet Maura. Kuptimi i emrit Maura, se më pëlqeu shumë sa e dëgjova, tek ai spoti që ke bërë ti në prezantimin tënd. Maura, emri i saj vjen nga 2 origjina të ndryshme, vjen nga gjuha kelte e vjetër, që do të thotë ylldeti, vjen dhe nga gjuha vjetër hibru, hebraishtja e vjetër, që do të thotë fëmijë shumë dëshiruar. Ka qenë shumë i dëshiruar? Ka qenë shumë i dëshiruar dhe emrin ja ka vënë mamaja e saj, Ina. Ina, që është bashkëshortja jote. Ku jeni njohur, ku jeni dashuruar? Në Tiranë, me të njohur përbashkët, siç ndodh rëndom.
Ajo është një arkitekte, është një mbështetëse shumë e fortë e imja, është një kritizere shumë e mirë, është një fushatiste shumë efikase. Do thotë që ajo po të mbështet në fushatën që po bën, no? Me aq sa mundet po. Me aq sa mundet. Çfarë u lidhi, çfarë të pëlqeu aq shumë tek ajo, sepse nga që je një tip i lexuar edhe poezia të pëlqen, ka përshtypjen që je edhe romantik apo jo? Një politikan romantik? Mendoj që po, mendoj që po, i takon asaj ta thot. Edhe ajo është një e apasionuar pas librit, pas muzikës, pas udhëtimeve. Është një tip goxha romantik. Është një tip goxha pragmatist, është ajo që më mban her pas here në qendër, në ekuilibër mua, më tërheq her pas here vëmendjen drejt prioriteteve për momentin që kemi, është shtylla e shtëpisë, është gjithkohës është ajo që na mban të lidhur të gjithë, edhe në raste si fushata ku jemi të shpërndarë të ngarkuar. Po, çfarë është më e rëndësishme në jetë? Dashuria, pasioni, apo dashuria me masë, si të thuash? Thjesht që të mban ato hyrat e qeta, domethënë. Pasioni. Pasioni? Mendoj se është pasioni. Po thuhet që pasioni i shkatëron ndonjëherë gjërat. Po vetëm thuhet nduket. Ëh? Vetëm thuhet. Vetëm thuhet, nuk mendoj që e shkatëron, mendoj që i ushqen. Ti beson tek shprehja të tjerë duam, të tjerë na duan, me të tjerë martohemi? Jo. Jo? Jo, mendoj që Si të ka ndodhur? mendoj që ne na ndodh si nëpër libra që zgjellim njeriu e jetës. Dhe unë jam me fat që më ka ndodhur edhe mua. Ke shkruar letra dashurie? Po. Ka ndodhur që e ke përjetuar lidhjen në distancë apo keni qenë Po, gjithmonë gjatë afër? kohës në Norvegji kemi qenë në një lidhje në distancë, kemi qenë të dy bashkëpunëtorë shumë të mirë dhe kemi mbajtur lidhjen me shumë fanatizëm të fortë. Domethënë është e mundur që ta mbash lidhjen në distancë? Mendoj se po, mua më ka ndodhur. Po si, ku qëndron sekreti? Se shumë njerëz ndahen, sapo distancohen nga ana gjeografike, po themi? Po. Ndahen. Kur sekreti? Nuk mendoj se kanë një sekret madh, është një punë e përditshme me veten, punë e përditshme me partneren, është një përballje e përditshme me çfarë na ndodh përreth, edhe me të zgjidhurit të çdo situatë. Të gjithë kanë probleme, nuk diskutohet. Të gjithë kanë situata të vështira. Na duhet vetëm të mos heqim dorë, t'i përballemi dhe t'i zgjidhim. Çdo gjë zgjidhim. Mesazh shumë i bukur. Keni plan të shtoni familjen me ndonjë djalë? Po. Po. Kur të bëhesh deputete? Të jetë urata Kronikisht ashtu i bie. Tani, avash, domethënë gjatë bisedës në fillim të prezantuam kështu si ai njeriu me kostum, tani sikur hym në botën tënde shpirtërore. Patjetër. Ke hobe të tjera që ne nuk i dim ose nuk na i merr mendja për një njeri që merret me politikë? Po, mua më pëlqen shumë të heci, të vrapoj, të notoj. Më pëlqen natyra, më pëlqen të bëj hiking. E marr vajzën time her pas here dalim hiking. Jetojmë te zona liçeni e Tiranës, atje vrapojmë çdo ditë. Notojmë çdo ditë pothuajse, në verë patjetër. Dhe dëgjoj muzikë. Dëgjon muzikë Kudo. elektronike, Kryesisht elektronike. Tashmë jemi larguar dhe nga ninullat, goca po bën 3 vjeç dhe ajo po dëgjon dal nga dal muzikën tonë. Time. Çfarë do i mësosh vajzës si një baba për t'ia dalë në këtë jetë që dihet që ka dhe shumë rrezikun brenda, duket sikur bota sapo vjen edhe po bëhet më e rrezikshme. Është ajo që më ka mësuar mua i madh. Unë babaj nuk e kam kalon kur ka qenë 12 vjeç. Mendoj që vajza duhet të di këtë gjë në fillim, kur të jetë ajo e rritur për të kuptuar thelbin e jetës. Mendoj që njerëzit i vjedh nga gjëja më e rëndësishme kur i privon nga e vërteta. Dhe e vërteta është ajo që të çliron nga çdo gjë, të zgjidh çdo problem, dhe nëse je besnik i saj, je edhe një shërbëtor i mirë i komunitetit, je edhe një deputet i mirë. Po nëse dikush e lëndon një ditë, si duhet ta përballoj? Do vite babi. Do vite babi? Shumë e bukur kjo. Po para e sa e rëndësishme është për ty?
Është e rëndësishme përsa kohë ne jemi rehat. Është e rëndësishme, patjetër që është e rëndësishme. Ne kemi bërë çmos, kemi jetuar në distancë, kemi jetuar larg familjes, pikërisht për të patur këtë komoditet sot. Nuk është gjë më e rëndësishme në botë. Familja është. Duhet jemi pranë njëri tjetrit, në të mirë dhe në të keq. Dhe bashkë me familjen duhet jemi pranë njerëzve që kanë nevojë. Dhe nëse ne dimë një zgjidhje, duhet ta ofrojmë atyre. Këtë gjë po bëjmë praktikisht edhe në familje, kështu kemi logjikuar dhe kandidimin tim. Të kemi mundësi si teknicien të jem në shërbim të komuniteti në Elbasan që është një qytet universitar. Një nga projektet e Koalicionit Euro-Atlantik është Next Generation, Next Gen që quhet. 4 kampuse anë mban Shqipërisë ku do të trajnohen rreth 25.000 të rinj në fushën e teknologjisë së informacionit. Kjo është ajo që unë di të bëj më mirë dhe këtu do fokusohem më së shumti nëse kam privilegjin e të qenë i zgjedhur për deputet. Tani si një inxhinier i kësaj fushë, i këtyre telefonave, ti ke frikë se mos të përgjojnë? Mendoj se mund të më përgjojnë. Gjatë kësaj periudhe? Jo, nuk kam frikë. Që je, domethënë në fushat, edhe mund të jesh mish i gjetuar, mund të shkëmbesh në një mesazh. Mendoj që mund ta bëjnë, po nuk kam frikë, nuk jam i shqetësuar. Po, është e mundur? Domethënë, na përgjojnë të gjithëve, është e vërtetë që na përgjojnë të gjithë? Mendoj se po, ka pas disa lajme të tilla edhe në mediat shqiptare. Mendoj se po. Edhe si do jetë e ardhmja jonë me këtë zhvillim të kësaj fushë që je ti, domethënë, që në fakt na prek të gjithëve se të gjithë kemi një telefon në shtëpi. Çfarë do na ndodh ne nesër? Çfarë e ardhme na pret kur privatësia jonë është gjithmonë e rrezikuar? Nuk është gjithmonë e rrezikuar, ne po përgatisim kemi përgatitur një program të Koalicionit Euro-Atlantik dhe do jemi duke përgatitur breza të tërë studentësh në fushën e teknologjisë informacionit për t'i ardhur ndesh nevojave të tregut. Tregu europian dhe botëror është shumë i etur, është shumë i uritur për resurse njerëzore. Dhe ne mund t'u ofrojmë këtë tregut ndërkombëtar, duke mos i larguar të rinj nga Shqipëria, duke i mbajtur këtu, duke i paguar njësoj si jashtë Shqipërisë, duke i shpërblyer në mënyrë të njëtrajtshme dhe duke i tatuar dhe më pak, duke i taksuar shumë më pak. Jemi bërë gati të trajnojmë rreth 25.000 veta në vit në fushën e teknologjisë informacionit, ekspert të informatikës, që edhe në rastin e përgjimeve ne jemi të qetë se të jenë ata që kujdesen për ne. Okej, një çun nga Elbasani, çfarë ka plus krahasuar me një çun në Tiranë? Unë vjen nga një qytet me goxha problematika, me shërbime të shumta të munguara, me një hendek të madh të shërbimeve midis zonave rurale dhe zonave urbane, me një qytet me ndotje të madhe ambienti dhe me një mungesë totale të riciklimit të mbetjeve, me një qytet ku incineratori i ashtu quajtur nuk ka funksionuar kurrë në asnjë ditë, por çdo ditë ushqehet me taksat tona, taksat e atij qyteti, taksat e qarkut të Elbasanit. Këtë kam më shumë unë dhe lista ku unë bëj pjesë me krenari. Kemi probleme më shumë të mëdha për të zgjidhur, kemi zgjidhje konkrete, zgjidhje reale, alternativën e vetme të besueshme për qytetarët e qarkut të Elbasanit. Po nëse Edi Rama do të vinte për darkë, çfarë do i kishe shërbyer nga këto gatime tradicionale të Elbasanit? Mendoj minimumin jetik atë që ofrohet tek 313 që të mësoj. Ishte e bukur kjo. Po Sali Berishës? Sali Berishës do t'i kisha ofruar simte me bugaçe. Ushqimin tradicional, një nga ushqimet tradicionale të qytetit Elbasanit. Po muzika që do i vendosi aty në sfond? Secilit prej tyre, Edi Ramës dhe Sali Berishës? Të dy do t'i vija të njëjtën muzikë për ta shijuar ushqimin, realisht që është më shumë si himni i fushatave politike të LSI-s, është muzikë për veshët e tyre. Të dy kanë bashkëpunuar me të, të dy vazhdojnë bashkëpunojnë me të. Dhe po tentojnë të dy ta nxjerrin nga burgu Ilirmet. Me të vërtet, kjo duket si e pabesueshme. Është në listë për deputet në qarkun e Tiranës, me shumë pak mundësi për të zgjedhur, por qëllimi është për të nxjerrë nga burgu. Dhe për të bërë deputet ish ministrat të LSI-s, të cilët janë listë sigurt. Po, çfarë dëgjohet në një gjë tjetër? Kush e ka radhën tani për të shkuar te 313? Radha është e gjatë, është një radhë e gjatë, mendoj, po tentohet
të patur në kontroll këtë sistem drejtësie e kanë të pamundur. Kandidatët e koalicionit euroatlantik janë në terren çdo ditë duke takuar qytetarë vigjilent për të denoncuar në SPAK me mbështetje të plotë të pakufizuar çdo fenomen, çdo duguri dhe çdo njeri që tenton dhe guxon të manipulojë ose prek votën dhe vullnetin lirë të shqiptarëve. Më thënë, kjo vjedhja e votës do ekzistojë si tok fjalësh në këtë zgjedhje, si mendon? Në këtë pikë që kemi arritur ne si Shqipëri. Unë jam besim plot ndaj strukturave të SPAK-ut dhe GKK-s dhe Byros Kombëtarëve të Tetimit. Jam besim plot tek vullneti i gjithë kandidatëve të koalicionit euroatlantik për ta mbrojtur këtë votë. Jam besim plot ndaj gjithë qytetarëve shqiptarë, ndaj gjithë votuesve shqiptarë, që do dinë ta mbrojnë votën e tyre, të shprehin të lirë në 11 maj, të votojnë numrin 4 koalicionin euroatlantik. Misioni yt personal, ti si Aldi, ke një mision që të shkëput paksa nga koalicioni. Si thua është ai yti personali që t'identifikon? Mbështetje pa kushte e drejtësisë, për kthim i verbit në aksion totalisht dhe një botë, një Shqipëri dhe një Elbasan më i mirë për vajzën time se sa ai që ka qenë për mua. Po, se duhet kemi parasysh që Elbasani në shumë raste është bërë edhe, si thuash, një qytet i krimit, apo jo? Dhe është përfolur jashtë mase dhe duket sikur nuk ka qetësi. Si mund të zgjidhet kjo nga ana politike? Është e mundur? Apo kriminalët në këtë vend janë më të fortë se sa vetë shteti? Deri në 11 maj është kjo situatë akoma. Në qarkun e Elbasanit dhe në gjithë Shqipërinë, mbështetje pa kushtëzuar ndaj SPAK. Çdo vot për numrin 4 është një vot për drejtsinë e munguar, çdo vot për numrin 1 dhe për numrin 5 është për të nxjerrë shokët e Edi Ramës nga burgu dhe për të bërë Ilir Metën deputet. Zgjedhja është e lehtë, zgjidhja është evidente, numri 4, koalicioni euroatlantik. Të japim shqiptarëve drejtsinë e munguar si fillim, progresin, inovacionin, të ardhmen që meritojnë. Shqipëria meriton më shumë është edhe motoja. Është motoja juaj. Jeta është e bukur për ty? Është shumë bukur. Si mund ta bëjmë më të bukur? Nëse nuk duam të dim për politikën, a mundemi ne që në këtë Shqipëri, pavarësisht se kush është në krye, ta bëjmë jetën të bukur dhe si? Na kushtëzon kjo, na kushtëzon në liri veprimi, na kushtëzon në liri mendimi, na kushtëzon iniciativat, në këto profesionet e lira, të gjithë stresat e popullsisë, shtresa mesme është pothuajse inekzistente, shtresat e tjera të diskriminuar në Shqipëri, profesionistët e lirë janë të diskriminuar nga barrat frikshme fiskale. Ne këtë tentojmë dhe planifikojmë dhe do ta ndryshojmë. Shtresa mesme do të kthehet në qendër të ekonomisë shqiptare aty ku takon të jetë shtyllë e rëndësishme e ekonomisë. Ish-pronarët nuk do quhen më ish-pronar. Do kompensohen nëse toka është e lirë në mënyrë të menjëhershme, ose nëse toka është e zënë, do kompensohen me vlerën e tregut në mënyrë paq të menjëhershme. Jemi qasur të gjitha stresave të popullsisë, të gjithë grupeve të interesit, për të zgjidhur problemet përkatëse, që i mundojnë prej shumë kohësh tashmë, në mënyrë që t'i japim një të ardhme më të mirë, një ardhme më të sigurt, të jenë më afër lumturisë së kurrë. Okej. Alti, bën dot shteti Shqipëria pa oligarkët? Dhe oligarkët pa shtetin? Po, mund të bëjnë në një ekonomi të lirë, në një ekonomi të barabartë. Po, absolutisht që po. Kemi shembuj që vijnë nga Europa dhe nga matan oqeanit, patjetër që po. Unë besoj që po. Alti, cila është shpreha filozofike që si thua të udhëhesh në rrugtimin tënd, jo vetëm politik, po edhe atë jetësor? Është një shprehje ish presidenti Roosevelt që më ndjek që nga fillimi i karrierës, më ndjek dhe sot në zgjedhje kur jam duke kërkuar votën shqiptarëve. Beso se mundesh dhe je në gjysmë të rrugës. Dhe unë besoj se mundem dhe në fund të rrugës dhe jem në datë 11 maj. Aty ku fillojmë një rrugë të re, rrugën për të zgjidhur problemet të gjithëve pa përjashtim, të gjithëve pa dallim. Do kemi mundësinë të shërbejmë të gjithë qytetarëve të qarkut mrekullueshëm të Elbasanit, të përpiqemi të i kthejmë shërbimet që i mungojnë, privilegjet dhe dinjitetin që i mungon.
Unë ta uroj që në datën 12 majtit të jesh deputeti i ri në Kuvendin e Shqipërisë. Jo vetëm i Lulzim Bashës dhe i koalicionit, po deputeti i të gjithëve. Faleminderit Jasmar. Se kjo është një ambicie që duhet ta kemi gjithë sot. Kjo është po. Faleminderit shumë. Të falenderoj që ishe në Close Friends. Shumë faleminderit për ftesën. Alti Lekaj, të uroj fitore. Faleminderit shumë. Gëzuar.